rrethon në 2021, po të kthehet sot, po të kthehet si opcion ndarja, prap do të jem kundër ndarjes, në cilën do pozicion që jam, prej qytetarit deri tek partitë politike. Do bashkoje përsëri me Kurtin për kundër ndarjes? Me gjithë kë që mbron integritetin territorial të Kosovës. Po a ke që të dy arsye e kanë izolu Kurtin? Jo, nuk është ashtu. Nuk ka izolu Kurtin, pëse si ka marru 160 qerdhe. Kurtin e ka izolu. Veriun e kanë izolu, edhe që për ka qëndrimin regjit që nuk po munën thojza me mashtru. Kuptan? Qaty. Mirë, kjo është mendime të unë mundë me dhonë mendimin të... Kjo vrejt ashiqare, nuk po munën me mashtru, s'po din me mashtru. Nuk ka këtu vrejtja ashiqare, këtu ka rezultate... Me mashtru, hajti vëqit s'ki nevoj me nënshkru se Kosovës në e kena dhonë pavarësin, i mashtrujnë ata, nuk është problem. Mëse nënshkrujti. Tja bojna njerë asociacionin, mas një kadal, dalim një ditë pim kafe dhe këshyrim qa po bojna me Kosovën. Ashtu me Zotin Kurti nuk shkan. Apo kupton, e që kjo pi bën nervoz ata, për që ata e kanë izolu. Nuk besoj që duhet me lëshun qatë nivel muhabetin edhe diskutimin, po jo është... Unë mendoj që jemi... Se po konflikt që s'po kuptona, ademe për që ata përshaj. Sa për argumentim, po të rikujtoj deklaratën e parlamentarës Norvegjis në një dit para antarësimit Kosovës në Këshillin e Europës, e cila thot që Zoti Kurti na ka premtuar që do bëj zbatimin duke dërguar draftin e statutit të asociacionit tek gjykata kushtetuese. Rrjedhimisht ne do votojmë për në asamblejën parlamentare. Dhe kjo deklarat tregon që nuk mundesh me lujt me lojra të dy feshta se nuk është Sali Zyba Bashkimi Evropian. As nuk është Xhelal Sfeqla. Bashkimi Evropian është institucion jashtëzakonisht serioz. Pse këta që i përmende janë jo serioz as ka? Jo, këto janë tentime, sikur idenë e çon atje, zon dy billboarda, krijon populizëm Kosovë, edhe manej kthehet thotë jo, unë jam serioz për me diskutu. Jo, që ky Bashkimi Evropian ka bombardon palët në proces. Vetë që sta komi bombardu ata që se nënshkruajnë. Që se nënshkruajnë, a voçi që se nënshkruajti, kur gjë nuk u bë me ta. Edhe nuk është e vërtetë. Para një muaji shkojnë në Moskë. I thanë kena me ta izolu shtetin, kena me nu sanksione. Ai shkojnë në Moskë, kur gjë nuk i bënën. Tash ti po thu Kurti ka faj. Që tregojnë problemi Kurti. E para nuk është e vërtetë. Problemi është politika e Bashkimit Evropian e ledhatimit. Ata nuk po munën me shpëtu për soj politikës që e kanë që 100 vjet. Nuk e kanë ata këtë politikë që so vjet. Tash të risht ase. Gjithmonë e kanë pas ata kështu. Tu e ledhatu, prit mos Serbia po prishet me Rusin. Kur nuk u prish, visi ka intensifiku raportet. Që kjo është problemi. Edhe tash të ky Kurti u bu shumë i papërshtatshëm për ta. Këta po kanë qef një politikan shqiptar i cili thot hajt mëre se qysh thujnë këta ndërkombëtar se këta na kanë çliru. Qysh tu kanë qef? Po kërkoj falje që pe uli kaq shumë nivelin e muhabetit, po kam frikë që s'po më kuptojnë krejt e për çata. Tani, e pavërteta këtu është se pas marrëveshjes Kurti Vučić, Borrell del në konferencë për shtyp dhe thotë kemi arritur marrëveshje që të dyja palët në mënyrë të pavarur do të zbatojnë atë që është arritur këtu. Po, qa tha Vučić kur shkoj mas 4 orëve në Beograd? Kjo pralla e nënshkrimit, Jo mas 4 orë kur shku në Beograd. Kjo është prallë. Jo e kom nënshkru me të majtën, jo në nuk e nënshkruj me djatën. Së më dhe mundu dora e djatë. Veç mund nëse mundi me maj nivelin. S'ka ashtu, jo e përmojnë nivelin. Argumentet du të mi majtë. Le nivelin, se nivelin së shtë i rëndësishëm. Argumentet jenë të rëndësishëm. Borrell e ka një strategji, ai po menon të ledhatu Serbin e ndonë për Rusis. Ndërku del Vučić mas 4 orë thot, mu më dhem dora e djatë. A mundemi për një sekundë me lonë Vučićin Zotit Kurti do të mi thonë pse ti që u bu, pse ti s'pës bapë të marrë. Le Vučićin aty ku është. Vučići nëpërmjet këtij procesi ka arrit me nënshkru një marrëveshje strategjike me Shtetet e Bashkuara për energji. Ka ble aeroplan edhe kapacitete ushtarake prej Francës. E ka nënshkru një marrëveshje strategjike për dominancë ekonomike me Gjermaninë për litiumin. Ndërsa nënën tjetër Kosova është e izoluar praktikisht, nuk merr as fondet e Bashkimit Evropian. Që kjo është rezultati. Unë flas për rezultatet. Unë flas për qasjen. Po ti si i thirrur me fol për rezultatet. Po jo, unë jam shumë i thirrur me fol. Ti pak me analizu edhe ty me të pengu me thonë që kjo qasja e BE-s është në rregull. Se ata as nuk zgjidhin problemin. Hajde që pezojnë api shkojnë Kosovën, nuk po kupton, Shola, nuk po kupton. Po dojnë me rrej Kosovën. Apo zgjidhe problemin, më thonë.